kemalet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Muj me thonë se prej vitit 1977, te në fund 78-ës, kom punue për një firmë në computer operator, në gjuhën COBOL. Pe 78-ës e te tash punoj për veti, kom hap firmën e parë kompjuterike Superior Computer Services, ekziston edhe sot. Mas nej kom qenë konsultant në firmat ndryshme, dhe shumë shpejt, se atër ishte edhe koha kur Amerika u kompjuterizante, dhe shumë shpejt në arritëm me bo qatë shumë pare sa nuk mëshë as me i numru se sa po fiton, ose s'mëshë me gjetë njerës sa duhet për me mujtë për me mbulua kërkesa që i kishim. Dhe ka qenë, do më thonë, vitet pe 78-ës te ofër viteve 90-a ka qenë koha ma e frytshme e jona, dhe në datë koha mas ne mi marrë me investimet ndryshme edhe në lamin e pasunive të patonshme, po edhe në firmën që tash kemi është për derivatet që vinë nga nafta, metakrisol, perakrisol, xylonol, ata që të lanë. Firma si quhet? Firma Progressive Chemical Technologies, PCT. Edhe landën e parë marim për shteteve arape, dërsa përpunimin e bojmë na vetë, dhe mas ne 90% këti prodhimi shkon në përpunimin e letrës, ndërsa 10% tjera janë pak ma specifike, përdoren edhe në lamine medikamenteve apo gjanave tjera, për shembull përdoren edhe në pesticide, një pjesë e kemikaleve që i bojmë. Janë në krejt bot janë ndoshta një 5-6 firma të këtij lloji, po njëna ndër më të mëdha që ekziston është në Houston, nuk është firma jeme, sigurisht kishte më qenë mirë, pa ajo me siguri ka 80% marketit në botë, e na tjerë i kemi 20% ati marketi, po është modeli i punës në biznesin tanë është i tillë që ti s'mundesh me hub, sepse rafinerit botnore janë të detyrume për me gjetë zgjedhjen për mbeturinat e tyne. Mbeturinat në rafineri janë shumë të frytshme, por duhet me ditë se si me i përpunu. Dhe kur na marrim një anije plot me mall prej Katarit kryesisht, ata edhe paguajnë jo vetëm dërgesën këtu, po paguajnë edhe marrjen dhe përpunimin aty, sepse kur vjen tuna, vjen si produkt. Ankofse ata qojnë me një bunar, kështu deep well injection, si thojnë këta, a i nuk ka më produkt, po është mbeturin dhe ata marrin pika negative, prandaj tu bazun këtë politikën green life, pastrim, do me thonë, me qenë gjithë gjë e pastër, na përfitojmë për asaj punë, dhe në këtë punë e bojmë edhe ekzistencën edhe sot. Është pak e komplikume për arsye se ka edhe rreziqe, kur punojsh me kemikale, sigurisht se ka edhe rreziqe. Kemi pas lloj-lloj, si me thonë, edhe batica dhe zbatica gjatë prodhimit. Aty njeri mundet edhe me hub jetën, kemi pas raste kur kanë hub edhe jetën, po për fat nuk kanë qenë faji firmës apo imi personal, po ka qenë i mos respektimit rregullave të njerëzve që kanë punuar. Tash e kemi sistemu në atë nivel që shumë pak merremi me prodhimtari direkt, ma shumë merremi me menaxhimin e firmës, dhe kjo ma mundson pak a shumë për me mujtë me lëviz në anët që ka ma shumë interesës apo ndi ma shumë kënaqësi. Cili ka qenë biznesi më i frutshëm? Po, ma i frutshme, do të më thonë, ma i frutshme për neve, me siguri ka qenë Superior Computer Services, sepse atër këmë bo mas shumë tipare. Për shembull, ka pas një natë, mi thonë dikuj, sot nuk është zërë me besu, po ka pas... Po një shembull? Mranda një natë i kemi marrë $60,000 për shembull. Brenda një natë? Për një natë. Po çfarë shërbimi? Aty ishte në pyetje një program kompjuterik tipit IBM, që një firmë tjetër
kish punu me mujë dhe s'kishin pas mujt me zgjedh, po një punëtor që punonte për mu ka pas emrin C.W. Buster Davis. Ai më tha, unë e tha mujë me e kry, tha për 1 orë. Unë e thash, po mirë, thash, po më ta dhonë, tha 1 orë, tha unë e ta kry problemin. Edhe unë shkova i kërkova asaj firmës Mitchell Energy and Development, thash, po ta bëj këtë shërbim, thash, po i duhet $60,000 mrana një natë. Në kopë se nuk e bëj, thash, ju mësëm paguni mu, thash, unë veç e kom përvu. Edhe e boni, jo për 1 orë, e boni mrana natës, edhe atë Buster Davis, unë i kisha me kontratë punëtorët, atë e pagua $10,000, vetë i murën 50,000, edhe kështu që ka qenë për shembull kësa rast është kemi pas. Cilin vit ka filluar teknologjia e kompjuterave në Amerikë? Në Amerikë ka filluar shumë më herët me siguri, edhe para se më ardhun në Amerikë, po kur kam ardhur kam punu në kompjuter të tipit Honeywell, që janë shumë të mëdhaj, ndashta edhe më të mëdhaj se 2-3 herë më të mëdhaj se sa kjo studio këtu që pas ki bëhe dhe kaq madhe të mrekullueshme. Dhe ka qëndash të punohet në klimat përshtatshme, dhe më thonë, nuk ka qenë sikur telefonit, sot se me një telefon të vogël ke mujtë bën plot shërbime, atër me një kompjuter sa një shtëpi e madhe, me nëzi e kryshe do operacione financiare, jenë kona të punch cards me vrima, të kartelet me vrima, ashtu shujke dhe programi atëherë. Gjuhët kanë qenë kryesisht COBOL, RPG, Fortran, ndërsa për menaxhim të file management ka qenë CICS, e ma vonë të një kanë fillu këto trejat. A kom bo gabim në procedurën ose rrugtimin e kompjuterve? Po, kom bo shumë gabime. Për shembull, në kom pas ofertë me qenë pjesëtari Compaq kompjuterve në Houston, edhe nuk ma ka marrë menja si kompjuterët kanë me hec aq shpejt sa që mu bo aq i vogël kompjuter, dhe s'kom pranu, ma vonë e parë si pikërisht pse së bune edhe pjesa asaj firmë, unë pësova shumë, sepse na metëm me një si me thonë, gjenerat kompjutereve shumë atë vjetër se sa gjeneratat e reja, dhe për atë herit unë e ndryshova kahjen, vazhdoj me punu me firmen, po personalisht pak kyçna në drejtim, dhe fillova më marrë paka shumë me çështje tjetër të politikës mbrana qytetit Houstonit. Kam qenë antar i bordit të Odës Ekonomike në Houston, kam qenë kryetari i Odës Ekonomike për marrëdhënie ndërkombëtare. Bile gjatë kësaj kohe kam pas mundësi me njoft prej Jimmy Carterit deri Donald Trumpin e sotëm, gjithë prezidentet, dhe me kontribu në mënyrën time sa ko mujtë për çështje jo vetëm të Kosovës, po edhe të Shqipënisë, sepse gjatë ndryshimit të sistemeve në Shqipëni, ndoshta mësë me thonë ma i pari, Blendi Fevzive ka dhonë një emision të vogël rreth meje, kom qenë ndoshta ndër më të parë që kom ardhur edhe me kamera, edhe kom bëjë inqizime, kom prej asaj kohë në Shqipëni. Jam orientu kryesisht në edukimin dhe sponsorizimin e studentëve në Kosovë, në Shqipëni dhe gjithandaj në trojet shqiptare, po me qenë se na jetojmë në Amerikë dhe duhet me qenë i gjithanshëm dhe i gjithë përfshis, kom pas studentë edhe pe Rusia, edhe pe Turqia, edhe pe Franca, edhe pe Gjermania, pe shumë shteteve, dhe si rezultati kësaj veprimtarie, unë e kom marrë edhe çmimin Lifetime Achievement Award prej Donald Trumpit, e cila është një çmim shumë i lartë që japet civilëve në këtë rast. Po njëna për arsyeve të marrjes të këtij çmimit, se ishin 3 arsye. Njëna ka qenë sponsorizimi i studentëve dhe hapja Dionis gjithë botë, nëpërmes studentëve. Vetëm në Amerikë kom pru përmi 200-300, po edhe në Shqipëni për shembull ja kum plot studentëve kum paguar shpenzimet e jetës, edhe në Kosovë gjithashtu. Edhe në shtete tjera ku s'kan qenë mundësit, sepse kjo ishte përësia babës, po ishte edhe vullneti jem, e kisha një fat të veçantë që gruaja nuk mu përzikën këtë lami, sepse edhe ajo vetë dëshirojke me qenë pjesë e këtij procesi, do më thonë e këtij sponsorizimi. Dhe kjo ka qenë arsyeja parë. Arsyeja dytë ka qenë se
si mas atyne, tu bazun letër që ma kanë dhonë presidentin Trump në presidentin e ti të parë, thotë arsia ditë ka qenë se i kom ndihmue politik bërësve Amerikanë për me gjetë një kahje 3 ndaj Balkanit, sepse unë kom pas një... Këtu më falë, këtu do të më shpjegosh bukur, mirë, se si ti ke mujtur që të krijosh lidhje të suksesshme me politikanët amerikanë, se kjo është shumë e rëndësishme. Se kur thash që keni hyrë në historinë shqiptare, kjo nuk është një ëndër, është një realitet. Por të përfitojnë të rinjt, brezat e rinjt të dëgjojnë tani bisedën, të përfitojnë se si mundesh të lidhesh me politikanët amerikanë. Unë po foli për vojën time. Fati ka qenë se unë s'kom pas shqiptar në Houston atë kohë. 5 vjet, 6 vjet s'kom pas shqiptar fare. Dhe deshta mu ka desht mu inkuadru në jetën amerikane për me mujtë për me... Dhe duku inkuadru në këtë jetë, atër gjatë veprimtarisë punëve që i kisha, edhe në përmes odës ekonomike të Houstonit. Aty mu ishe me i taku dhe gjithë politikanët, e mas në përmes, për shembull, kongresmenit lokal që e kishim, ose senatorit, Lloyd Bentsen ka qenë senator, atër ka vdek. Ai më ndihmonte për më njoftu edhe me njerëz tjerë, me prezident, dhe kom përvoja shumë të mira, po thuj se me të gjithë, edhe me George Bushin e vjetë. Sa president keni takuar? Prej Jimmy Carter te në Donald Trump në gjithë i kom taku. Asnjë, dhe me thonë, Clinton, Ronald Reagan, këtë Gerald Ford, kom taku para Clintonit, në fakt, mas ne dhe Obamen, Bidenin disa herë, Bushin. Po, absolutisht. Po e gati 10 presidenta? Po. Me George Bushin e vjetër më taku edhe kur ka qenë vice president. Me George Bushin e ri jam taku edhe kur s'ka qenë as guvernator, as president, që ka qenë thjesht qytetar kështu. Cila ka qenë tematika kryesisht e bisedave që ke bërë me presidentat? Po, unë herët i kom pas dhonë një ide dhe një mendim, sidomos George Bushit vjetër, se Jugoslavia do të disintegrohet, dhe ja pa ta dhonë mendimin tim, bile ja kom pa vizatu edhe në letër, se qka mendojnë, se qka do të ndodhë me Jugoslavinë atëhershme, sepse nuk e di sa me siguri shqiptarë të vjetër që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në tranzicionin dhe tranzicionin në demokracinë në Shqipëni, po edhe shtetbërjes në Kosovë. Në atë kohë Amerika nuk ka qenë qaq pro Kosovë, as Shqipëni, për arsye se Jugoslavia ishte si favorizuar. Si një shtet që e përgdhelte edhe Amerika, po edhe ana komuniste e përgdhelte, do me thonë Rusia, dhe në atë kohë, për shembull, janë dokumentat edhe sot ekzistojnë, që ka qenë tabu të folish për një shkatrim të Jugosllavisë. Dhe tu nis pe këtij mendimi që kishin amerikanët në atë kohë, edhe George Bush i vjetër më tha, you are very emotional, tha, this will never happen, edhe patëm një farë, atër isha vice president,